Është i lloj trishtimi që sot nuk është kjo shkollë filozofike. Unë e kam parë gjithmonë me një lloj melankolie, romantizmi, gjendje intelektuale të Lezhës, me nderim po e po. Edhe kur nuk i njifja, kur isha i vogël ose kur isha student, kisha krenarin që unë vi nga një qytet që ka nxjerrë për Zogen, poet, Not Gjetin, poet, ka ndikuar sigurisht Agim Isaku, shkrimtar, të shumë tjerë gazetarë të njohur, aso kohë, Remzilani, Mark Marku me vonë, ju vetë, tjerë që përmendëm së bashku, aktor të njohur, Salvador Gjeçi që është dhe aktor dhe shkrimtar, e plot tjerë se kur hyn emra, pastaj i mungon dikuj, se ndoshta s'do na kujtohen të gjithë. Dhe e kam patur gjithmonë këtë stimull, këtë krenari dhe kanë qenë modele kur je adoleshent dhe kur je në kërkim të identitetit tënd personal. Secili duke vërtet një mundësi e mirë për të mësuar prej tij.